Me njëherë pas intervistës në Opinion, filluan komentet, filluan inbox më shkruajnë dhe kuptohet nuk i lexoj të gjitha, por njëra më tëroj që vëmendjen ku më thoshin që ja fute kot për vlerën se sa kushton të ndryshosh seksin në Shtetet e Bashkuara. Duke që nuk e keni informacionin se nuk e njihni fare realitetin e këtushëm, tu për të vajtur thjesht për të bërë një vizitë, për një analizë gjaku, insurancat, domethënë siguracionet paguajnë shumë para. Po, do t'ua shpjegoj me detaje pse kushton kaq shumë dhe që kam qenë mesatarisht pak dorë shtrënguar te shifra që dola tek emisioni Opinion me gazetarin e mirënjohur Blendi Fevziu. Ua shpjegoj pak më vonë në mesazhin tjetër me pak detaje. Përveç se shteti i New Yorkut përfshihet në ato shtetet liberale që politikat e qeverisë lokale i ndihmojnë me para, pra investojnë në mënyrë ndoshta jo direkte, por indirekte me fondet që paguajnë për politika të ndryshme dhe në ndihmë të organizatave që pastaj shkojnë të bëjnë këtë punë, ka edhe një kosto ekstra përveç parave që dalin nga buxheti i shtetit për këtë që quhet gender disforia, që në shqip nuk e di si ta përkthej, por nuk di si ta përkthej saktë, domethënë këta që drejtojnë këto shoqatat ndoshta duhet kishin qenë në grupet e interesit dhe tua kishin shpjeguar publiku se çfarë është gender disforia dhe si mund të abuzohet me këtë. Pra, për këto kalojnë shumë maramëndse parash çdo vit. Pra, përveç parave që kalojnë nga buxheti lokal, ka pasur deri tani dhe, si të thuash, edhe organizata ose departamente federale që edhe këto i ashtonin pjesën e tyre, pjesës që shteti paguante lokalisht, por kanë haruar dhe një gjë tjetër, që shumë para, pjesa më e madhe, më dërmuese paguhet nga kompanitë e siguracioneve, sidomos Medicaid, Medicare dhe sidomos Obamacare. Harroni këtë që miliona dollar kalojnë vetëm nga këto. Pra që kompanitë e siguracionit paguajnë për personat që mendojnë që nuk janë në trupin e duhur. Dhe këto para mbulohen nga këto siguracione që mbahen në këmbë me ne të tjerët që paguajmë ose nga shteti direkt. Dhe